Falënderime dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjalla Gjalaluhu, krijuesit ton, furnizuesit dhe udhëzuesit ton. Salatet dhe selamet për shëndetje dhe duat tona më të mira dhe më të sinqerta janë për më të mirin e gjithë pejgamberëve, Muhammedin të birin Abdullahut, familjen e tij të pastërt, sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër në xhamatlin, jemi në 10 ditë e bekume të muajit Dhul-Hijja, ditë të cilat Allahu I madhroi, kur bani be për to duke thënë wal fajr wa layalin ashr, pasha agun e hershëm të mëngjesit dhe pasha 10 ditët e saja dhe pasha 10 netët që shumica e komentatorëve të Kur'anit I kanë bë tefsir apo I kanë komentu këto ajete se është fjala për 10 ditëshin e muajit të bekum Dhul-Hijja, muajit të Haxhit apo muaj në të cilën në këto momente kur po e marrim hutbën vetë gjendemi në të. Prej obligimeve që Allah ja ka përshkruar muslimanëve që gjatë këtyne 10 ditëve me bë, pa kufa ndryshe se më e madhja është Haxhi dhe umreja. Dhe ata vëllezër tonë të cilët kanë shku në Haxh dhe në umre, inshallah, kanë kryer një obligim madhor, duke u përgjigj ftesës së Zotit tyne me fjalë labbaik Allahumma labbaik, po të përgjigjem o Zoti im, po të përgjigjem. Me pasoninë e tyne, me trupin e tyne, me shpirtin e tyne, besimin e tyne, shkuan për të bërë mysafiri Allahut në mënyrë që me kërku falje për Allahut, e Allahu ashtu siç ka premtuar Muhamedi alayhi salatu wassalam, me I kthy për ati vendit të bekum të pastër prej mëkateve, sikur ditën që kanë lind prej nanave të tyne, Allahu a bof të lejë dhe të pranum haxhin e tyne, dhe Allah ne që s'kem qenë këtë vit, Allah na e mundsoft inshallah që të jemi prej vizituesve apo atyne të cilët inshallah do ta kryejnë këtë obligim madhor, haxhin e bekum. Për obligimeve tjera, të cilët Allahu Teala na ka obliguar ne si musliman, është pa kufar dyshimi edhe çështja e kurbanit. Kurbanit I cili therët për këtë bajram, ku muslimanët I gëzohen për fundimit të këtyne 10 ditëve të artat I quaj ashtu, 10 ditëve të bekume të Dhul-Hijjës, dhe atë çfarë e bëjnë haxhilerët tonë në ditët e haxhit në vendet e bekume, e bëjmë edhe neve këtu për ata të cilët kanë mundësi për me e bë therën e kurbanit. Allahu Teala thot fasalli li rabbika wanhar, falu për hir të Zotit tënd dhe therr kurbanin. Ne e dim shumica prej neve surat Kauthar, inna atajnaka al-Kauthar fasalli li rabbika wanhar, është urdhres në formë të preje pra nësë Allahu Teala që njerëzit të presin kurban, I cili kurban ka fillu prej kohës e Ibrahimit alayhi salam. Ibrahimi alayhi salam e dini tregimin e tij dhe djalit tij Ismailit, nuk ka pas djalë, nuk ka pas fëmijë. Kështu që I drejtohet Allahu Teala me lutje që Allahu t'i jepte fëmijë, edhe pse kishte vite të gjata të jetës së tij që e priste fëmijën dhe nuk kishte edhe në fund. Pejgambert Allahu Teala janë turpru vllazën për çdo sent me I lyp Allahu Teala. Kanë durun sprovat që Allahu I ka sprovu. Prandaj, kur janë sprovu me dëbimet të popujve tyne, kur janë sprovu me sharje të popujve tyne, kur janë sprovu me luftën e tyne ndaj tyre, të gjitha këto I kanë duru. Kanë duru edhe kur s'kan pas ushqim të bollshëm. Shumë Muhamedi alayhi salatu wassalam tregon Aisha radiallahu anha thot, nga 2-3 muaj nuk kem pas zjarm shpiton në cilën zihej gjella. S'kan pas gjell shpit pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe kanë hongër vetëm hurma dhe ujë. S'ka pas. Shtëpia e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, po shtëpia tona me bë 1 ditë 2 mos me pas ushqim. Kiameti kriz vllazë. Wallahi kiameti kriz
nëse në shtëpiat tona nuk do të kishim ushqim disa ditë, e lemo disa muaj, sikur që ishte shtëpia e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, por askush nuk dëgjonte ankesat e pejgamberit alayhi salatu wassalam që t'i ankohej dikuj prej robërve për sprovën që Allahu i gjithë mëshirshëm ja kishte dhënë atij dhe alibejtit familjes së tij të pastër. Muhamedi alayhi salatu wassalam, po dhe pejgamber tjerë tham, nuk ankoheshin për gjendje, dhe i tillë ishte edhe Ibrahimi alayhi salam, stërgjyshi i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Se Muhamedi alayhi salatu wassalam është prej stërnipave të Ibrahimit alayhi salam nëpërmjet djalit të Ismailit alayhi salam. Dhe Ibrahimi alayhi salam i kërkon Allahu Taala që ta shpërbleje me një fëmijë, dhe nëse Zoti do t'ja jepte këtë fëmijë, i premton Allahu Taala që do ta bënte kurban, sakrificë për hir të Allahut Taala. Kurban në gjuhën arabe, kuptimin etimologjik do të thotë send që të afron. Prej karib, i afërt. Kurban do të thonë mu afru. Dhe sa kuptimin terminologjik e ka kuptimin therja e baktis, kafshëve që janë urdhëruar për më u therë për hir të Allahu Taala në ditët e të shrikut, që është më thot dita e pare, 2, 3 dhe 4 e Bajramit. Jo më nahar dhe e jam e të shrik. Dhe më thonë, kjo është kurbani, definicioni i saj sipas fukahave apo ulemave të jurisprudencës islam. Dhe Ibrahimi a.s. kërkoj për Allahu Taala evlat, gjë që ju përgjegj Allahu Taala lutjes së tij, dhe Allahu i dha evlat që më vonë do të bëhej pejgamber, dhe ky ishte Ismaili alayhis salam, i cili ishte prej të parëve të Muhamedit alayhis salatu wassalam, edhe ky ishte pejgamber i Allahut Taala. Por kur ishte i vogël, tash Ibrahimi alayhis salam i premtoi Allahu Taala, o Zot, nëse më jep evlat, kurban e bëj për ty. Por pastaj e mur Haxherën, nanën e Ismailit, dhe e çoi prej tokës së Shamit, tokës së bekume të Shamit, që është në Palestinë dhe rrethinën e saj, dhe e dërgoi në tokën shkretinore të asaj kohe, në cilën s'kishte njerëj dhe s'kishte ujë dhe ushqim, e vendosi pranë Qabës në Mekën e bekume. Dhe e dini tregimin se kur ju sosën rezervat gruaja e Ibrahimit, në të vërtet Haxherja, nana Ismailit a.s. e pyeti Ibrahimin a.s. dhe i tha, ku po na lën neve? I lat vetëm shkretin, në vend ku kishte ujë shkretinës, qend shkretinës, ku kishte luana, ku kishte egërsira të tjera që mund të dëmtonin edhe burrat më të mëdhej, e le më të doptit sikur që ishte një gru dhe një fëmijë si Ismaili a.s. i cili ishte ende në gjitë nanës së vetë. E ky me urdhën të Allahu Taala urdhëru që t'i lente dhe t'i vendoste në oborrin e Qabës së Sotit. Dhe Ibrahimi a.s. e kthej shpinën me urdhën të Allahu Taala dhe u kthy gjatë rrugës para se me unis, para se me shku, e pyeti nana Ismailit a.s. dhe i tha, e Allahu amarak, a Allahit ka urdhnu, a Allahu të urdhroj ty që me e bo këtë punë, që me në lën këtë vend? I tha, po, me urdhët Allahut jem të ju lën juve këtu, shiqoni imani vllazën. Ju përgjegj Haxherja dhe i tha, nëse Allahut ka urdhnu, hec o Ibrahim, se Allahu nuk na humb neve nëse na ka marr ai në mbikëqyrjen e vet. Kjo është tevekkul, kjo iman, kjo besim, kjo mbështetje në Allahun Taala. Riskun ta çon Allahu Taala. Kur kush sun ta çon edhe sun ta nal riskun. Dhe çfarë ndodh? Çfarë ndodh ndër vëllezër? Ismaili a.s. vendoset me nanën e vet, vjen një fis prej fiseve të Jemenit, shofin ndodhin e njohur të Zemzemit, kur Haxherja duke kërku ujë, pse ishin shpenzu rezervat,
fillon me lëviz nalt poshtë mes dy kodrave, Safa dhe Marwa. Fillon me shku prej një kodre në anën tjetër, prej anës tjetër në këtë kodër, hypte në kodër, shiqonte mos po sheh ndoj karavan njerëzish, të cilët ndoshta kanë mundësi më u afru dhe më u ndihmu aty në ushqim dhe në pije. Por përkundër asaj se 7 herë shkon nalt poshtë, e humb shpresën. E ndërkohë kishte lënë Ismailin alayhis salam në oborrin e Qabës Sodit, i cili nuk ekzistonte në atë kohë. Dhe Ismaili alayhis salam, i cili ishte i vendosur aty, fillon me qajt si fëmijë i etur, i und, i cili kërkonte ushqimin e vet natyrshëm, se ishte njeri, edhe pse ishte pejgamber i arshëm i Allahu Teala, është njeri. Pejgambert e Allahut janë njerëz të rëndomt sikur njerëzit e tjerë, por të zgjedhur për Allahu Teala. Edhe ata ndin dhimbje, edhe ata ndin uri, edhe ata ndin të ftoftin dhe të nxehtin, edhe ata gëzohen, edhe ata i dhërohen, edhe ata dalin nëpër pazare, domethënë është njeri sikur njerëzit e tjerë. Dhe Ismaili alayhis salam, duke qenë në atë gjendje, Allahu e mëshiron dhe e dërgon melekun e tij Xhibrilin alayhis salam, i cili melek vjen dhe e godet me krahun e tij vendin e burimit të Zemzemit ku sot, dhe del për atij burimit del uji i pastërt që e ka quajtur Muhamedi alayhis salam, uji më i mirë sipërfaqe të tokës është uji që quhet Zemzem në Mekën e bekuar. Me një goditje të krahut ti, buron uji, dhe kur e sheh këtë uj, Haxheria shkon dhe sipas Ibn Kathirit e thot fjalën e saj në gjuhën e tyne, zem, që ka kuptimin ndalu. Dhe ka thonë Muhamedi alayhis salam, Allah e mëshiroft nënën tonë Haxherën, e cila tha zem, po mos ta kishte thonë ndalu, Zemzemi do të ishte bë lum në Mekë. Qaq forcë të madhe ka ai burim. Dhe e pat këtë uj, ushqim s'kishte, por karakteristik e këtij ujit është ndërun vllazën se është ta'mun. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ushqim. Përveç që është pije, njëjtën kohë është ushqim. Dhe kush e ka shiju? Ata që s'e ka shiju, Allah ja u lehtësoft inshallah me shku dhe me shiju këtë ujë të bekuar, me pi prej burimit të saj. Kush e ka shiju e din se kur të pin ujë të Zemzemit, e do të me pi shumë. Ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, pini shumë ujë të Zemzemit derisa t'ja u ndin mushknit e juja fladin e këtij ujit, se këtë s'mujnë me bë munafikt. Për munafikt uji i Zemzemit është i rënd. Ata s'mujnë me e pi. Dhe kush e pin këtë ujë e din se të mban të ngjin, ta hek urin, të untin ta largon nëse e pin ujin e Zemzemit. Dhe shembull e kemi Abu Dharr al-Ghifari, i cili me javë të tëra kishte qëndru në kërkim të takimit Muhamedit alayhi salatu sallam në Mekë, dhe kur e pyet Ali radiallahu anhu me çka i ushqy, kush ka ushqy, thot vetëm me ujin e Zemzemit. Ibn Qayyim al-Jauzi tregon po ashtu shërim që kishte vallaj vetit dhe të tjerët të cilët me javë të tëra kanë bjetu me ujin e Zemzemit. Dhe një ditë një karavan tregtarë shohin zogj në largësi dhe mendojnë në këtë vend përpara s'ka pas zogj. Dhe zogjat zakonisht në tokat shkretinore shkojnë në vendet e oazave ku ka ujë dhe gjelbrim. Atëherë mendojnë, thënë sigurisht pas kanë gjetë ujë, dhe dërgojnë disa me shiqu terrenin, vinë dhe i tregojnë se po është e vërtet, pas ka dalë një burim i ujit dhe pranë burimit është një gru dhe një fëmijë me të ne. Një gru dhe një fëmijë të vetëm, por ishin nën për kujdesin Allahut Teala. Se ishte djali Ibrahimit alayhis salam, ishte pejgamberi i arshëm, Allahu për kujdese me melaçet e veta për Haxherën dhe për Ismailin alayhis salam. Atëherë shiqoni edebin, sjelljet, terbijen e arabëve edhe të asaj kohe. Thënë dërgoni dikën dhe pyetni atë gru a na pranon mu vendos, se ishin nomad. Ishin njerëz bedevi të shkretinës, të cilët shkonin në kërkim të ujit dhe të ushqimit. Ku gjenin ujë, aty vendosnin tendet e tyne.
pyetni, ana lejon me ul pranë saj. Nuk kanë zaptu vend. Nuk kanë marrë, nuk kanë grabit, sikur që shohim sot neve njerëz të cilët grabisin vende të ndryshme. Por çfarë bën? Thot, shkodni dhe pyetni. Shkojnë dhe e pyesin Haxherën, nënën e Ismailit alayhis salam, ajo pranon që ata të vendoseshin aty dhe të fillonte Mekkeja, që është e sodit, mirë po me një kusht që ata të mos merrnin për ujë të bunarit përveç se me lejen e saj. Ajo të ishte përgjegjësia e ujit të Zemzemit, gjë që ata edhe e pranojnë, dhe atë ditë, këtë ditë, elhamdulillah, vazhdon me rrjedh për ujit të bekuar të Zemzemit, dhe është karakteristike, subhanallah, një ujë i cili thellësia e bunarit, kur bëjnë matje dikun vitet 70, nuk i kalon 1 metër e gjys, 1 metër e 60 cm. Thellësi. Ushqen me miliona haxhiler dhe kur nuk tretet. Te ne mi mush në përkatunde disa kofa me ujë, e sheh në fund sosët ujë. Dhe du të me prit disa ditë derisa ta rimbushe veten bunari, apo në kohë të thatësis, ndoshta edhe humbët krejt ujë. Dhe sa përkundër asaj se është shumë vend i thatë, Mekkeja, Zemzemi, pandër, prej, prodhon, sa ma shumë që merë, ma shumë prodhon, kur s'merë, nalet. Mirë po, gjithmonë niveli i saj është i njëjtë. Gjithmonë niveli i këtij ujit të bekuar mbetet i njëjtë. Dhe Ibrahimi alayhis salam, si prind, kishte harru premtimin që i kishte dhënë Allahu Teala se do ta therte djalin e vet, do ta bënte sakrificë, kurban për hir të Allahut Teala. Dhe Allahu ja qet në ëndër Ibrahimit alayhis salam, ja Ibrahim, ti ke premtu se kime e bë kurban djalin tënd nëse ta jap. Dhe duhet me e majt premtimin tënd. Dhe Ismaili alayhis salam nuk dinte për këtë punë, asgjë, ishte fëmijë i ri. Ibrahimi alayhis salam ishte këtë tjetër vend. Dhe ko pas kohë vinte dhe i bënte ziaret, por atë ditë kishte marrë urdhën për me e bë kurban djalin e vetëm. Por kishte dhënë fjalë Allahu Teala dhe e merr Ibrahimi alayhis salam rrugën dhe shkon në Mekë, e takon djalin e vet dhe i tregon për urdhnin që Allahu Teala ja ka dhënë, dhe shiqoni reagimin e djalit ndaj kësaj kërkese të babës. Me ardh baba dhe me thonë, qëre vlat du të me të bëjë kurban. Mos gaboni dënjani sot me pranu dhe një budal babë, me dalë me thonë, kom pa ëndër që du të me të bëjë kurban. Se kjo mund me qenë ëndër shejtani. Sot nuk dëgjohet një ëndër e tillë, por ëndrat e pejgamberëve janë shpallje, janë vahi. Andaj edhe pranohen si të tilla. Dhe i thot, unë i kam premtu Allahut që nëse m'jep e vlat, unë do t'a bëj sakrificë për hir ti, andaj tani m'ka arë në ëndër që unë du të me e kry këtë obligim. Dhe pa e vladi shqoni si reagon, i thot babës, vepro ashtu si që e urdhëru o baba im, se te gjiduni, insha Allah, minës sabirin, keme m'gjet insha Allah mu prej sabërlive, prej durimtarve. Vepro qështë e urdhënu. Dhe e merë dhe e qënë djalin e vetë në vendin e minës së sodit, ne ku shkojmë dhe i gjujmë guralecat e shejtanit. E thuhet që aty i ka dal i mallkumi iblisi për me dasht me shti fitne dhe me e prish këtë urdhëres të Allahu Teala, dhe i theke Ismailit alayhis salam, eja bediti ku për të qënë me të prej, për të qënë me të likvidu, me të bo sakrificë. Dhe ky sa herë shehte 3 herë i paraqitet që 3 herë e gjun largoju prej neve, na lejo që neve urdhrin Allahu Teala ta bim në vet. E Allahu kur e sheh vendosshmërinë e Ibrahimit alayhis salam, i cili e merr thikën dhe e vendos në çap djalit vet. Ishte sprovë e madhe për Ibrahimin alayhis salam, ishte sprovë e madhe për Ismailin alayhis salam, babë dhe bir. Për babën çish me prej djalin, për djalin çish me leju babën me ta marr jetën. Dhe ti me najtë kurban i qetë. Me po tha, kime më gjithë durushëm. Allahu kër e pa vendosë shmërin, na më shiroj vlazën. Pra sa i dite jemi të më shiru. Dhe na kompenzoj e vladin të mos e sakrifikojmë, por
që të prejmë kurban në emën të sakrificës dhe afrimit tek Allahu Teala. Ne kemë përmendur edhe më herët që çdo send prej llojit vet sakrifikohet. Për me pas grun sakrifikon prej farës së grunit, për me pas kollamoç sakrifikohet prej farës kollamoçit, për me pas kos sakrifikohet prej farës kosit më hershëm. Apo për buk, për çdo send apo për pemë, merr prej farës së pemës e mjell dhe e vazhdon llojin e njëjtë. Mirë po, për me pas njeri, pse nuk po sakrifikojmë të njëjtin lloj? Që edhe zeqati po i japim për me pas pasuni, 2.5% për me të shtu bereqeti, pe ek prej mallit tënd zeqati 2.5%, po e jep nevojtarve në mënyrë që Allahu me shtu bereqetin. Mirë po, për punën e evladve, për punën e njerëzve e kem potencu dhe Allah e di më mirë se ndoshta një prej shkaqeve të sterilitetit të femrave dhe burrave tonë, njerëzve tonë përgjithësi sot është mungesa e therrjes së kurbanit për hir të Allahut Teala, dhe nëse Allahu e ndërpret që ti mos me pastaj pas një periudhe kohore fëmijë, ndoshta ka gjaz që të jetë për shkak se nuk e ke çuar në vend sunetin e therrjes së kurbanit për hir të Allahut Teala. Është shumë me rëndësi zbatimi i urdhëresave të Allahut Teala, që Allahu Teala me na dasht edhe me na afru më tepër afër vetit. Prandaj edhe ka emrin kurban. Dhe ato shtëpiat, shikove të fundit për shohim njerëzit e cilët abstenojnë për therrjes së kurbanit, e pastaj ne shkojnë edhe janë 2 kurbana, 5 kurbana, 10 kurbana, 100 kurbana, 1000 kurbana jep, 10.000 euro jep. Aman, veç të kam fëmijë, shkon tenton një herë, shkon tenton 2 herë, 3, 4, 5, ndoshta dështojnë të gjitha këto tentativat e tia dhe nuk ka mundësi me pas evlad. Prandaj po them, kurbani është pjesë e traditës islame e mirë që ka qenë në popullin tonë dhe duhet të vazhdohet edhe prej neve muslimanëve, për arsye se thot Allahu Teala në surat An-Nahl ayatin 123, thumma uhayna ilejk an ittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Dhe ne të kem shpall ty o Muhammed paso traditën e Ibrahimit, sa ai nuk ka qenë prej mushrikëve. Dhe thonë prej argumenteve që kanë marrë ulemaja si argument se duhet me prej kurban, kanë marrë edhe këtë ajet të Kur'anit, përveç atij në surat al-Kauthar ku tham, ku Allahu në mënyrë decisive ka urdhëru fasalli li rabbik wanhar, falë për hir të Zotit tënd edhe therr kurban, që Allahu e ka kërku prej neve që të therrim kurbanin. Dhe këtë kurban është kusht ta bëjmë për hir të Allahut Teala. Niyeti është prej kushteve të pranimit të kurbanit, me pa therrjen e kurbanit për hatër të Allahut Teala. Jo, valla s'kemi pastërm, hajde ta prejmë, jo, edhe hajde që aty ne bëjmë edhe kurban. Jo, kime bo niyetin për hir të Allahut Azza wa Jall, me zbatu këtë urdhres fetare se Zoti yt e ka kërku prej te këtë punë. Dhe Hanefit, ulemaja kanë folë, a është vajib apo është sunnet. Hanefit janë shumë të prerë në këtë çështje dhe e konsiderojnë që është vajib. Me këtë mendim janë shumica ulemave pasus të sunnetit, sikur Ibn Taymi, Ibn Kaimi dhe të tjerë të cilët e shohin se therrja e kurbanit është vajib. Mo ashtu sikur që kanë thënë Hanefit, se kjo urdhres është e formës së prerë. Dhe kusht tjetër për me qenë valid kurbani është që me qenë ditët e urdhëruar kur është urdhëruar prerja e kurbanit. Jo ti më marr sot me prej kurban, niyetin e kom bë për Allah. Ja, kime e bë mas kohës së hyrjes së namazit të Bajramit. Koha e therrjes së kurbanit hyn dërun vllazën mas faljes së namazit të Bajramit dhe dëgjimit. Masi e ke fal namazin e Bajramit, ke mundësi me shku edhe me kry këtë obligim fetar. Për para, qka ke prej, ka thë Muhammed e sa më sadat, nuk është kurban. Kurban i pranum të Allahu Teala është vetëm ai që është prej mas namazit të Bajramit. E të ne, për fat keq, shohim njerëz që natën e kurban Bajramit shkojnë therin edhe i shpërndajnë për të vobekt. Kjo shkon si sadaka.
Nëse ka shku edhe ke prej për dëni tyrbe, do i vërrez, Allah i në arrujt kjo shirk qëtë prej dinit. Dhe sa nëse e ke prej për fukara, për sevap, edhe mja uqu shpirtit vdekmive, kjo s'ka bazë në sunet pejgamberit, arisa, por nuk i themi që është shirk, mbetet në suazat e sadakas. E ke ba, e ke shpënda, Allah i ta pranof si sadak, por nuk e ka vlerën e kurbanit. Kurbani bëhet vetëm mas hyrje së namazit të bajramit dhe zgjat deri kur? Deri ditën e 4 bajramit. Deri në ditën e 4 me i qindi. Disa kanë thonë deri në akşam, por disa kanë thonë dita përfundon me i qindin kohën kur ndrohen me laqët. Me laqët ndrohen, për cjasit të ndrohen namaz sabat edhe namaz të i qindis. Pastaj e ke kohën deri në ditën e 4. A lejohet natën mu therë kurbani? Lejohet, por nuk e kanë pëlqy ulemaja, por penges nuk ka. Të zhvënu kasapit, ka zana akshami, terri, dhe ti pa e pret kurbanin, nuk ka penges në dërun vlazën që të kryhet edhe në atë periud kohore, por prej sunetit është që kjo të bëhet ditën. Dhe sunet është po ashtu që vetë personi me e bë therjen e kurbanit. Ai i cili ka mundësi din me bë therje të kurbanit, është mirë që ai person me e bë therjen e kurbanit vetë. Mirë po ai i cili nuk din dhe ka mundësi me shqetësu hajvanin, s'pëdine prej qëtue, prej qatyje, me bë masakër hajvanin, ja ati i thuhet ti mëse prek, bjere dikant, kasap qoft, apo dikush tjetër prej familjarve tu, apo rrethit tënë, i cili e din këtë pun, edhe e bën therjen si duhet të hajvanit që bëhet për hir të Allahut ta'ala. Prehja e thikës nuk guxon me u bë para syve të hajvanit. Muhamedi sa me ka pa njënë që shtu ne e ka shtri hajvanit për toke, edhe po e mpre thikën për para. I tha Muhamedi a.s. ti apo don disa herë me e myt këtë hajvana. Hajvanin ndërum vlazën e ndin se çka po don me i bë njeriu. Muhamedi a.s. e ka spreh mirë thikën dhe i ka thonë Aishës bjere. Dhe vitin e kaluar kem pas një përkthim të shkurt në lidhje me atë se a ndin dhimbje apo jo hajvani. Studimet më të reja tregojnë se në momentin kur vendoset dhe prehet damari, aje humb vetdijen dhe kur fardhimbje hajvani nuk ndin. Dhe sa lëvizjet e konve sende janë urdhër i trunit që jep urdhres konve me qit gjakun për jashta, por nuk është kjo si reagim prej dhimbjeve që i ka. Kjo mshirë Allahut që sistemi nervor me punu dhe zemra me qit gjakun prej mishit dhe mos me mbet mishin brendësi. Atë çfarë e bëj kasapët të ne duke ja këput kret, jo kasap të kurbanit, kasap kështu normal, me ja këput kret kryt, hajvanit ai nuk bën. Duhet therja me bo, jo këputje të kokën, se nëse e këput kokën, i tërë sistemi nervor që shkon boshtin kurizor, ku urdhëron truni, e urdhëron zemrën, s'pën vjen gjaku mirë, pumpat qoma gjakun, se s'pën vjen mirë, atëhere zemra pumpat me pompën e vetë dhe e nxjerr tër gjakun prej hajvanit. Dhe kështu pastrohet mish. Dhe sa nëse ja këput, del vetëm gjaku që është afër kapilarëve aty në afër damarëve, dhe tjetër gjak mbetet në mish që është pasën shumë i dëmshëm. Dhe kjo është ndaluar. Në Islam ka ardhur dhabh ose nahar, wanhar me therr. E therrja bëhet me premjen e kësaj dhe 2 damarëve anash. Kjo e ka kry obligimin që e ka ndaj Allahu Teala dhe lehet që me i dal gjaku. Kështu ka vepru Muhamedi alayhi salatu wassalam, i cili ka prej 2 kurban dhe i ka pas të bardh, po me rreth të zi, rreth syve, me brina, dhe i ka prej një për vetë dhe familjen e vetë, dhe i ka prej një për ummetin e tij. Dhe ka thonë, o Zot, kjo është për Muhammedin dhe familjen e tij, dhe sa ky kurban i dytë është për ummetin tim, për ummetin e vet. Do të thotë,
nëse je fukara, Hanefit kanë thonë për me pas obligativ therrjen e haxhit du të me pas pasuni sa je obligu me dhënë zeqatin. Për shembull, nëse ki 85 gram ari në vlerë para, sa është një sabi zeqatit? Është 85 gram e përmi me pas ari. Nëse ki pare që mush me i blet 85 gram ari, ty të takon me prej kurban. Ty të takon me prej kurban. Dhe një kurban vlen për tër familjen. S'është më nëndësi sa antarë janë familja. Familja mund me qenë 2 antarë, veç burrë e gru, po mund me qenë familja të tërë, 20-30 antarë, e kjo i zoti i shpis, që i furnizon atë shpi, ka mundësi vetëm një kurban me u prej për tër atë familje. Kjo sunnet i pejgamberit që ne ka mësu alayhi salatu wassalam. Prandaj ata që nuk kanë mundësi me prej, i përgëzojmë dhe ju themi se Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka therë dhe ka prej kurbanin për gjithë fukarat e ummetit të tij. Allah e shpërbleft inshallah dhe na takoft me ta në xhennet. Me rëndësi se ka lanë ummetin pa kurban të Allahu Teala. Mirë po, ki mundësi edhe s'po don me prej, dhe tash penin hoxhën po thot ka prej për ummetin, po rriva Allah unë që tash këto parët pihaj, rushe kumla, kikirik, për shkejnë për deti, për shëtiti, për bleg, një kërë ma të shtrete ata e këta, jo për ty nuk vlen kjo dua e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kjo vlen për fukarat e ummetit të tij që s'kan pas mundësi me therë kurbanin, e Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka kry një obligim të tillë ndaj atyne. Kurbanin nderuar vllazën do të me qenë i llojit të caktuar. S'mështë ti me marr pulës e knusa dhe me thonë kurban për bëj për hir të Allahut Teala. Ose Allah i na ruaj dikush më ardh tash, se shqiptar tash këta pihajnë, me shku me marr një thijë dhe me thonë më i lirë thivi se delja, hajt pigraj thijë se më shumë mish del. Do të me qenë mishi halal. Po ashtu do të me qenë prej grupeve që i ka caktuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe prej moshës që ja ka caktuar feja ja. Baktia bëhet kurban, delet, desht, apo edhe dhit, këto janë që bëhen kurban. Bëhen kurban lopët, bëhen kurban devet. Qëto trijet? Baktia, lopët, edhe bëhen kurban, do më thonë edhe devet. Jashta këtyne, nuk ka kurban të liqësuar për anës Allahut Teala. Mjafton një dele, tham, për një familje. Dhe sa du të me qenë mosha e deles, ndërun vllazën, delja dhe dhia du të me qenë një vjetë e përmi. Por, përjashtim ka bot delja e cila është 6 muaj e përmi, dhe nëse e len kope me delet të cilet kanë një vjetë e përmi, nuk dallohet prej tyne, është e zhvillume, është e rritme. Ama si do 6 muaj, po është e im, e vogël, jo. 6 muaj nëse i ka, du të me qenë me të mëdhajet në grupë, kur të përzijet me këto që jenë një vjetë, mu kanë me to në pami. Dhe sa për dhi nuk vlen kjo punë. Dhi, ca për to nuk vlen, do të jetë një vjetë e përmi. Dhe sa për lopët qofshit dërum, është 2 vjetë e përmi. Zgudzën me qenë lopa viq, mështje, për lopë du të me qenë, e cila i ka bo 2 vjetë, e i ka kalu 2 vjetë. Po ashtu, për devën, vlen, nësë kemi deve, po si një huri fetare, po japim, vlen 5 vjetë e përmi. Nër 5 nuk ban. 5 vjetë e përmi është për devën, 2 vjeç du të me qenë minimum mosha e lopës ose mzatit, cilën do në me e prej, dhe 1 vjeçare do të jetë delja apo dhia, te delja ka përjashtim që mundet me qenë bi 6 muaj dhe ajo lejohet me u bë kurban për hir të Allahut, për hir të Allahut Teala. Por kurbanin ndërun vllazën nuk guxon me pas bahane. Nuk guxon me qenë çorre, që shihet çorrllëki i saj. Për shembull se ka një sy ose një sy si sheh, ose të dyja si shohin. A lejohet? Ky kurban nuk bën. I jepet sendi mirë Allahu Teala kurban.
Jo hajtë që kjo në qorra, kjo s'di me dal, këto pja ikim. Se të na e ke pa fukarave jo japim sendet që si veshim jo na, po si vesh kërkush, hajde në ta vesh aj. Hajtë marrë jepi ati, hajtë jepi. Të ne nuk dim me dhonë send të mirë për hir të Allahut Teala. Po vetëm sendi që totalisht se vesh. Sendin e mirë, lën tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, thot Allahu Teala, nuk e arrini sevapin e mirësisë derisa nuk e jepni atë që e dëni më së shumti. Sendin që e kanë dash më së shumti sahabët, që ato e kanë dhënë për hir të Allahu Teala sadaka, që me e fitu kënaqësinë Allahu Teala. Prandaj derja ose dashi që është çorre, s'është kurban. Ajo e cila është topalle, që e shihet topallëki i saj, zbahet kurban. Ajo e cila është e smut dhe dihet smuja e saj. Ka smuje të ndryshme për shembull, të cilat e din dhe i kanë thënë ka brucelozën ose ka këtë smuje sa atë smuje, shihet që është e smut. Nuk bëhet kurban. Po ashtu ajo dere, ajo bakti e cila është shumë zaif, që i ka met vetëm që i thëjmë neve ashtë të likur, s'ka cop mishit neshnat e saj, edhe ajo nuk prehet për kurban. Por duhet të jetë normal një havan. As po të thamë shumë i trash, po edhe zguxon me qenë vetëm ashtë e likur, por duhet me qenë kurban që në mënyrë të tillë me kry këtë obligim fetar që Allahu Teala na e ka obligu. Tham, fillon koha e kurbanit prej mas namazit të sabahut dhe vazhdon deri në ditën e 4 të Bajramit. Therja bëhet, merret dhe kthehet ka kiblja hajvani, kur ta shtrin e kthen me fytyrë ka kiblja. Muhamedi sa ka vendos këmbën në qafën e saj dhe bismillah Allahu akbar, theret dhe lutet Allahu Teala që ta ketë pranu insha Allah prej ti që e ka prej dhe më thonë këtë kurban. Ibn Omeri për shembull e urrente të hante mish të një hajvani që nuk është prej i kthym ka kiblja. Ndalohet me ushqit diçka prej kurbanit. Me thonë diçka, pe marim një lop, pe presim, harova dhe këta potencoj, një dele shkon për një person dhe familjen e tij. Dhe sa një lop ka mundësi 7 familje me u përzin të dhe 7 familje me u përzi të një deve. Një lop ka mundësi 7 krye familjar me i bashku, po dojnë veç 6, bën, po dojnë veç 5, bën, po dojnë 3, bën, po dojnë vetën, po du vetën një lop me e prej, a bën, bën. Sa ma shumë që t'jep, qatë se vapin e ki matë madhë, inshallah të Allahu Teala. Por deni 7 veta kanë drejt me u bashku në therjen e një kurbanit të madhë, sikur që është lopa apo që është deve. Por thash, nëse menon me shqip diçka prej saj, e marim për shembull një lop, na del 300 kg, 200 kg, 50 i majmë, 150 i shesim, kjo zbën. Kjo e ndalume. Zguzon me shit as mishin e saj, zguzon me shit edhe me pagu as kasapin. Për shembull mi thon kasapit që po të paguaj merre likurën e saj, po të paguaj merri plancat, merri mushknit, merre kryt, merre, kjo e ndalume. Zguzon këtë formë me pagu kasapin për kurban. Kurbani për hir të Allahut është. Kur gjë për kësaj pjese zguzon me qenë kompenzim që t'i ruan parët ty. I tër kurbani shkon për hir të Allahut Teala. Kasapi paguhet ekstra. Po apo don me i dhon masën e kasapit diçka me ndihmu, po ajo është në formë sadakas, por jo në formë pagesës. Merresh vesh me kasapin, sa e ka pagesën, bëjro merre pagesën tënde. Pastaj po don me i dhon se kasapi e ka gjendën e rënd, po don me i ndihmu, ndihmoj si sadaka e jo si formë të pagesës së hakut të kasapit. Dhe kjo duhet të jetë shumë e qartë në lidhje me shitjen e sendeve prej kurbanit. Kur gjo zbën me ushqit prej kurbanit. Prandaj edhe të ne është tradita që lëkurat e kurbanave mbledhen dhe kërkush nuk i shet, i qenë për shembull për xhami të bëjnë edhe shkon për të mirën e vakufit. Por ky nuk sheh kurfar dobije prej saj përveç dobin që ka te Allahu
azza wa jall. Po ashtu ai i cili ka mendën me prej kurbanin, nderuar vllazën, ai duhet, sikur që e ke potencu kur kem fol për vlerën e 10 ditëve të Dhul-Hijhes, ai person duhet që mos me i prej as flokët e veta e as me i shkurtu thojt e tij. Prej ditës së parë me vendos, prej ditës së parë të Dhul-Hijhes, ai që ka vendos me prej kurban si vjet, vetëm vlen për atane, jo për familjen e tij. Ai zguxon me marr as një kime të flokëve të vet, apo në vendet e turpshme të veta, apo në thojt e vet, ai e tregon në këtë formë se është prej atyne të cilët kanë vendos me ju përngjasu haxhive të cilët zguxojnë me prek derisa ta kryejnë haxhin. Ne jemi këtu, ne s'kem mund me ju bashkangjit atij karavanit të hajrit atjene, atëherë vlen një gjashmëri edhe për ne, dhe kjo po them vetëm për ata në i cili ka vendos me e prej kurbanin. Andaj ata të cilët rruen, ata hiç mos dvesit për këtë mesele. A ban morru, ai s'ban morru as bajram as para bajramit, as ditëve Dhul-Hijhes as kur s'ban morru. Dhe kjo vlen derisa ta prej kurbanin vllazën. Jo deri ditën e bajramit e sabah kur qohet, ani kur thën bismillah, morrua. Në emër të Allahut. Dhe më thonë, kime lanë për hirë të Allahut Teala, asni kime të flokut me prej, e as thojt me i shkurtu. Allah inshallah ja u mundësën me prej kurban vllazën. Allah atyne që i kanë bërë një jetë ja u pranoft, ja Rabbi. Ata që s'kanë mundësi këtë vjetë, Allah ja u mundësoft vitin tjetër, ja Rabbi. Allahu Teala inshallah e bën kurban të pranu. Allah na mundësoft vitin e arshëm me qenë për haxhilerve. Allah na mundësoft me qenë vendet e bekume, ja Rabbi. Allahu Teala na mundësoft inshallah gjithmonë me ju afru Zotit me urdhresat që ai na i ka urdhru. Allahu Teala lusim që të na i falë gjunat këto ditë bekume, ja Rabbi. Allah na i uzoft 33 tona. Allah i përmirësoft familjar ton, o xhallar dhe prijetar ton. Allah na të boft inshallah gjithmonë me xhliset e khairit dhe inshallah na i fal gjunahet dhe na të boft në xhenetet Firdaus të Allahu Teala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.